Janë ditë habitshme që për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për ndejën e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë. Ashtu siç kishte paralajmëruar një ditë më parë, kryeministri Edi Rama dha versionin e tij mbi projektin në Zvërnec, që ka nxitur protesta dhe irritimin e qytetarëve. Jo Izraeli dhe Rusë siç u përfolën, por investitorët, thonë Rama, i përkasin një prej kompanive më të fuqishme nga Katari. Ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliard euro si pronar të terrenit, të cilin e kanë blerë me para të mbikëqyrura në mënyrë strikte dhe jo nga Izraeli, po nga Katari. Pasurit objekt zhvillimi janë pronë private. Të gjitha rezultojnë në pronësi të shoqërisë Albania Land Development. Ndërsa, struktura e pronësisë së shoqërisë ka si ortak vetëm shoqërinë Sazan Holding. Ju e dini shumë mirë se kush janë njerëz të interesuar, se e di gjithë bota. Për shkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Xharet Kushnerit. Ka ardhur dhe ajo zonja në Vlorë, nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë pushime, nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë fotografi. Ka ardhur në Vlorë me të gjithë grupin e arkitektëve dhe janë 2 bashkëpronarët e kompanisë Power Holding nga Katari. Ndërsa thotë se bisedimet për projektin ka nisur prej vitit 2023 e prej atëherë projekti është kthyer 2 herë nga institucionet shqiptare, Rama tha se deri më tani është dhënë leja e zhvillimit që lejon edhe rrethimin e pronës dhe jo leja e ndërtimit. Projekti akoma nuk është dorëzuar. Studimi mjedisor akoma nuk është bërë. Pishporoja nuk është një zonë e mbrojtur e kategorisë së parë apo dytë, por klasifikohet kategori e 5, peizazh i mbrojtur. Nuk konceptohet si zonë pa zhvillim, por si zonë ku peizazhi, biodiversiteti dhe aktiviteti njerëzor kanë bashkëjetuar historikisht dhe duhet vazhdojnë të bashkëjetojnë. Dhe në hartën e Europës ka jo pak laguna, shumë përafërsisht të ngjashme me këtë lagun, që janë destinacione turistike të jashtëzakonshme dhe ku ka aktivitet të plot ekonomik dhe social. Ndërsa siguroi se laguna dhe pasuria natyrore nuk do të preket. Nuk po ndërtohet në Vjos. Nuk po shkatrohet grykderdhja e Vjosës. Laguna është në pikë të hallit, por nuk ju intereson ambientalistëve. Do shtohen breza të tërë, pemësh, rëre, ishuj të vegjël. Paralajmërojnë ndëshkime dhe për telat me gjemba në rrethimin e kantierit. Kompania që ka marrë përsipër këtu të bëj gardhin, do paguaj një gjop të majme. Duke u kthyer te protesta së shtunës, ku aktivistët u tërhoqën zvarr nga rojet private, Rama sheh jo pak jashtë për me ta dhe policinë që nuk reagoi. Sjellja e kompanisë së sigurisë ishte e neveritshme. Pra e kompani nuk mund të operojë më në Republikën e Shqipërisë dhe jo më pak e neveritshme ishte dhe sjellja e drejtuesve të policisë vendore, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesin. Në fund, teksa renditi zhvillimin e jashtëzakonshëm që do t'i sillte vendit ky projekt, kreu i qeverisë zgjidhjen e la në duart e shqiptarëve, të cilët, siç thotë, nuk i ka tradhtuar kurrë. Po unë këtu nuk rri të vegjetoj. O do ta bëjmë Shqipërinë me atë vizion për të cilin keni mbështetur, ose më thoni që keni një vizion tjetër